Edhe kesh smut edhe s'mujke baba më qunë në spital, 2 metra gati bora. Edhe aty e di që u betue, 5 shit nuk e ljo dhe më shku tjetër konë. Mas pari po të regoj jetë atje ka qenë shumë e vështirë në Svirës. Se vend malur, kanë ro burat mëdhoja, sëndë. Një ras unë e bjo të regoj në smuna, edhe ishte më duke shkort. Edhe kesh smut edhe s'mujke baba më qunë në spital, 2 metra gati bora. Edhe aty e di që u betue, 5 shit nuk e ljo dhe më shku tjetër konë. Edhe gjithmonë kështu ka qenë dashamiri shkollës, edhe tani prej atjet kemi ardhë këtu. Kur kemi ardhë këtu, ka qenë vështirë shumë. Po të regoj se mas pare, s'kishëm njerëz, kërkan gati pa njerëz tonë. Mirë, po do që ka në ajvali kishëm nga njerë, vishëm qështu, ka qenë vështirë, se mas pare, tash nuk kam qef shumë unë anku, po këta s'na kam prit mirë. Sërbë të si familje shqiptare, edhe aje tjeta që ka qenë edhe me modë dhe domjen më numë në bo, veç me në detyru me ikë. Pa i baba ju ka qenë shumë i vendosën, te në 66-ën, prej 64 dhe 66-ën që ka rarë Ankovici, ka qenë problem. Pas ta i ka nërë sene të pak më të stabilizue. Me gjithë se drejta, kërkun s'kemi posë, që është dosh me posë. Kjo ka qenë kështu ajo jeta, pas taj këtu kemi fillu, kemi shku në shkollime, vllaznia, krejt, që ka qenë mirë, ma vonë kemi morë dhe qitë pjesë që tu, kjo është me ajvali. Tashe që tu jemi, fëmijat në për shkolla, shtë të disë. Edhe shkollimi ishte sfidë në vete, çdo ditë përshkonte kilometrat e tërë në këmbë për të arritur në shkollë, ndërsa gjatë rrugës përsëriste mësimet për të shfrytëzuar çdo minutë. Po, unë pjesë të regoj, ashtë shumë atje sa kemi qenë në fshat, që atëherë u maru në dë shkolla të reja dhe kom pas sofër, se kom pas shumë lërë 20 minuta. Po kur e kom kryu shkollën, vitin e pare kom kryu në Gjelhan, e pastaj kom marrë shkollë normale në Prishtinë. Shkollë normale në Prishtinë kom shku kom, prej këtu vit. Se autobus ka pas 2 herë në orë për Kishnicë, unë bosh ka tjenë Greqanisë edhe na s'mujshëm me hypë në autobus, se ka së nalë ka autobuse. Shë që ka qenë shumë problem, jo veçune, po me siguri mi 50% e fëmijët e ajvalisë kanë shku kom në shkollë në Prishtinë, në shkollat mesme. Shë që ka qenë një shkollim bukuri vështirë, unë shumë herë thëmë, dështë e kom po hojrën që asojnë, se u qesha herët me nëgjez, e prej Greqanisë, te i shkesha të shkolla normale, 2-3 mësime i pregaditësha. Rrugës të ledzushtu. Edhe është interesant, ndështë asë është me përmen, veç asë qetë së leshe. Se po mësëshin edhe qetë me njerës për çdo ditë që kalujnë. Dhe onë, a ka qenë shumë vështirë deri të kun ka 70-ën. Masa ne veç këtu mush, se këtë vend zëtar, edhe erdhen njerëzit më punu në zëherore, sen edhe u bon, pat në erdhen kështie, në erdhen kusheri prej atjet,